Ndër vite, prodhuesit më të mirë të makinave ose ato që vendosin standardin kanë qenë prodhuesit evropian. Super makinat më të mira, makinat më luksoze, gjithmonë ishin brende që i bonin nga Europa, sado që mundohej Amerika dhe Azia me i sfidu. Këtë formulën që kanë pas gjithmonë, për shembull Ferrari, vetën ka pas mid-engine V8, tash e ka prishi çik, ka filluar me 6 pistonçe. Edhe më e mira që po e bë për momentin këtë formulë me motor në mes V8 është Corvette. Te kjo General TC8, sidomos se TC7 e përpara kanë qenë motor para, tu tash është tamam formula e 458-ës për shembull, që është ndër Ferrarit më të mirë që është bo. Motori V8 mes, diferenciali mrapa, ngjall si Ferrari, edhe kur e shef, po edhe në teknikalitete është si Ferrari. Para është shumë agresive, nga që s'ka as motor tash i para, mund ta bëjnë më të ulët, edhe është më ulët, sheve çfarë forme ka, shumë e bukur. Ky është versioni, si të themi, baza e Corvette-it, ky është Stingray. Nga ky pastaj është ajo E-Ray që është si puna kësaj, po ka dhe motor elektrik. Z06 që është me 5.5 që në V8, po është flat plane crank, ajo është tamam Ferrari, flat plane crank. Ky që kena sot është 2024-s, me këtë ngjyrën e zezë, është me 5000 km, është si i ri akull. Diset i ka 19-që, goma 245 që para, edhe pse s'duken shumë mëdhoja. Frenat e mëdhoja të Corvette-it, që e këtë çamin këtu. Tamam dizajn Ferrari lambëje. Mrapa i ka goma 305 që diset i zetë që i ka më të mëdhoja, edhe prapë s'duken shumë, po 305 që janë goxha të mëdhoja. Me bishtin mrapa, shumë e bukur, edhe targa e veçantë. Marmitat, të dyja kratë, 4 marmita. Kjo është me sports exhaust, ka 5 kuaj më shumë se ato normalet, ka 495 kuaj fuqi, vend që 490 që është baza. Torkun e ka 637 Nm, për motor aspirato është goxha e fuqishme, 6.2 është V8 aspirato, e ka motorin mes, shumë e bukur. Këto proporcionet ja kanë bo shumë bukura, edhe bishtin është perfekt. Tamam super makinë, për super makinë buxhet. Edhe këtu ka frenat, ka dhe këto pistonçinën për frenat e dorës, siç që kanë pas në fillim fari, ka pas Gallardo, që aty e mojmen. Lamborghini Gallardo ka pas në fillim kështu. Shumë e bukur. Këtyne mund t'i bosh aftermarket, mund t'i vesh badikita, front lipa, gjona, kësaj është si që ka dalë nga fabrika, po edhe kështu si që është shumë agresive, shumë e veçantë. Kjo është motori 6.2 V8 aspirato, 495 kuaj fuqi, 637 Nm tork, gjatë gjithë xhirove ka tork, që poshtë edhe lart, për motor është ndër më të fortit edhe ka shumë support aftermarket me dashma më të viku, ma e bo me supercharger, ma e bo me turbo, ma e bo qatë dush, me i bo headers, me i bo qatë dush ti, i bo qatë dhe gjoje, po dush ma më të viku, se është shumë motor i mirë, motor që ka përdorë General Motors për shumë vite. Tash i mas kësaj, ai më egzotiku i qik është i Z06-ës, që është 5.5 që me xhirat më të larta nga V8 atë aspirato më duket tash. Edhe Z1 që përdor atë, po me turbo, me 2 turbo. Shumë të fuqishme, shumë, po edhe kjo që thash është baza, është super mjet. Ka dhe vend për ta heq pjesën e lartë, mund ta bësh si kabrio, e heq edhe fut në bagazh, po sot është çik si shumë diell për ta heq atë. Përpara kemi bagazh edhe e hapim me buton, mjafton ta klikojmë 2 herë. Kjo forma e kësaj këtu, fikse aventadorit ngjak kjo me këto këtu. Së është nej bagazhi mod, po i çantë shpinë e nxe. Kështu që edhe kur i të shku me pushime, nuk është se sakrifiko dhe aq shumë për hapësirë. I ke hapësirë, fut gjona. Se për 2 veta besoj mjaftueshëm është. Ka me thithje bagazhin. Tani ta nezim se kena me remote start e mund ta nezim direkt nga me pult edhe ta shohim. Po me plau se këtë nezim. është stok, nuk është prek, me dashmi bo me zhurmë më shumë, normalisht që i bo, po edhe kështu si që është bukur, zhurmën e vetë bukur e ka. Pjesa interiorit, besoj që ka kalu këty në të Europës që janë fillu të i bo gjithë ekrane. Dyrt japën kështu normalisht, nuk është si shkojnë lartë, ulesh goxha poshtë, si që janë gjitha supermakina, në fakt, që si supermakina është dhe kjo. Ke sistemin audio se ka Bose, komplet me qepje, po është lartë, ka kualitet mirë. Ka këte që ke elektrike, ha bagazhin ose pjesën e motorit me butona këtu, që me ekran digital. Ta nezim i qikë në fakt se është i qikë si fresk, mos djerësit në.
Air ventat e vejli ka gjik, ja. Tu ke cup holdersat, traction control off, manual mode, me zgjat për në RLD. Shumë interior i lezetshëm është. Driving mode gjën këto. Qa track mode, ta ndro zhurmën, tour, sport, ti ndro të gjitha. Dhe i provojmë ne që këto më shumë. Nuk është se ke shumë hapësirë, po makinat sportive asnjëherë s'kan shumë, po kjo është driver focus shumë. Tamam si në makinë sportive. E gjen vetën, e rregullon vetën për qenë rehat, sistemo. Mu më pëlqej fakti që i ka këto, këtë pjesën me butona, jam fans më shumë i butonave fizik, edhe i ka që është e fokusuar me ke shoferi, kështu, driver focus. Kontrollerat e kondicionerit, klimës janë me 2 zona, tu ke këto që zgjedh marshet. Pasagjeri më pak gjona ka në dorë, po edhe i shef të vetat, mund t'i vete, klimën e ka me 2 zona për shembull, sedilet suportive. Tu ke këtë Stingray, ke edhe i box. Pëlqen më shumë që s'kanë bërë ekran dhe këtej, po këtu i ka me qepit gjitha këto boxet e mira, head-up display, këtë timonin e veçantë, 4 orë, 5900 km. Ke këtë kamerën mrapa që shef bishtin këtu më shumë, po e ke gjithë kohës. Tu mundesh me pa, shef gjithë motorin këtu mrapa. Sedilet i ka elektrike, suportive shumë suportive, edhe i gjenë pozicionin që do rehat, me qepit komplet cross-kotja dhe lartë, shumë e bukur. Për super makinë duket perfekt, si pozicion, je shumë mirë, je poshtë, si që duhet me qenë me i super makinë, fakt. Sa sensitivi pasa frena. Pasat jam pësosh. Të shi të dalim i gjiro me Stingray'n C8 të ndritit edhe me ndritin vetë se do flasim. Qatë ka shty me morë këtë makinë, ne kjo është makinë që se shef shpesh në për Shqipëri, ne kena qef shu, do brendet që i njohin gjithë. Po me thonë drejten kam qef me pas gjonat veçanta. Edhe kjo është ajo kategorisë. Moment funit e kam ndru menje se isha mes Urusi edhe kësaj. Edhe thash, s'ka shumë në Shqipëri, kupton? Edhe thash, më mirë këtë. Plus e kanë bërë shumë makinë bukur. Edhe je i lumtur me zgjedhjen që bën. Shumë e mirë është, shumë i lumtur. Unë kam parë review të tjerëve, se hera parë që e provoj, super mirë është. Dhe për këtë gjenerat ka shumë fjalë të mira. Korvetat edhe gjeneratat të tjera të mira i kanë pas, po me këtë janë fut tamam konkurrencë me këto si për vetës vetë, në gjujnë tamam si për. Janë fokusu këtë makina sportive shumë. Si e pendu? Jo, fare, e shpejt e bukur. I ka ke morë edhe të re, kjo 5000 km ka tash. Ka dhe këtë paralemrimi që po deli puta dhe rrugë. Po kurse ke menën freno. Qa të pëlqe më shumë dhe kjo? Pamja, e kanë bo pamjen shumë bukur, nuk ka shumë touch screen si makine. Kuptës, unë jam me tradicionalen, me butona. Ke qef butonat, me pas kontrol vetë. Edhe për këtë e kam zgjedh më shumë. Kafsh. Rrugë pastaj s'kemi. Rrugë s'kemi ne, po s'kemi as për këtë jo më për atë tjetërën që e do morë ti. Që e përdor manual shumë? Jo, nuk e kam qef. Se këtë kanë kamerën e mirë, kjo e ka DCT, e ka dual clutch, e ka të shpejt tash, kjo gjenerat e ka lumja s'ka qenë shumë e shpejt. Që e kena kështu normal mode, ha? Jemi normal mode, po atë sa dosha me të thonë. Të cile e ma zakonisht? Sport? Sport, ose në autostrat në truck. Që ka instant torque, fuqin sa e shtyp me ke spread, as mu rrotullu turbo, as jo. Jo, ka direkt. Ka lezet makina me motor mrapa e me diferencial mrapa. Po kur është motor mrapa edhe kur s'postohet pak, drejtohet se e ka peshën. E kam qef që dhe zhurme nuk e ka shumë të egzagerume. Se ka, jo, fix. Imagjino, se ta qesh në zinjete, po mund ta hapësh të lartë, e së bone a rrugë për jug. Po edhe për dajta, kudo, knaqesh. është e bukur. Unë kam këtë shumë i knaq me këtë makina. Shumë mjetë. Shumë, fiksi që kam qefun që i ka. Shumë e mirë. Shumë driver focused është. E ke
ken kontroll makina, i lidh me te. Nuk i lidh për kollaj. Po pra, po edhe i dallon ç'ashtu bo, kur është tu lëviz tu lujt e dallon. Dallon që po lëviz. Ja merret e feedbackun. Edhe zhurmën e vet bukur e ka kështu pa. Ka kjo zhurmën e fabrikës e ka shumë mirë, se mund të shtosh, mund të shtosh opsione sa dush. Super mirë. Edhe amortizimin e ata që gjenë në trek e ka pak më të fortë normalisht. Po jo të sejër të krejt që të mos. Jo, nuk e ka shumë mirë, shumë mirë. Nuk se janë më amortizator magnetik të më duket. Knaq vërtet. Pa ne duhet me ble më shumë shtullë e makinash. Imagjino që i kanë bo tjetrës. Po pra, ajo Z06 që është aspirator me 5.5 që është highest revving V8 me gjirët më të larta që është bo në herë. Z1 që do morë si ka pak motor, po është me 2 turbo, po krejt. Spektakel e kanë bo. Është edhe motori aspirator V8 me fuqishëm bota i asaj, 650 huaj, pastaj tjetra me 2 turbo është 1000 ca. E në fokusu tamam shumë të këto i kanë dhënë fokus performancës, kanë morë seriozisht. Po tash të tja ke bo kilometrat të saj. Këtu në Shqipëri kanë bo më shumë se sa dje ku e mora. Po si të pëlqen shumë për rrugë gjata, për në shumë rrugë me kthesa kur dela. Po kjo i ka gjitha modalitet, edhe në qytet po, edhe në qytet me modalitet normale shumë e rachme. Kafsh, edhe ky timoni thash se s'do ishte praktik, se është i katror kështu po. Jo, mirë që e ka ndorë, që e ka mirë. Super mirë. Që duhet me zgjedhë ropë të shumë makina, që jo, që si e super kafsh. Edhe në këtë jetë thamë shumë stapër, shumë e rafë, s'lu fare. Ta më eksperiencë super makineve, është me qenë Ferrari, po me i fraksion të shmimit se, s'është me qenë Ferrari kjo. Edhe kabin e i 100 që se ka më të shpejt. 2.9 sekonda. E ka shumë të shpejt, edhe të terrejnë e kanë bo për 2 sekonda. Po. 01 X-in e kanë bo për... Ka kjo ataj që e ma, kur i ma të dyja të nëzirë në folje? Po. Si Ferrari, ja. Po. Ta që vetëm i lëshojnë e fillo, a? Po. Ta mon Ferrari. Po këtu nuk është se kanë hyrë shumë, me thonë drejtën, po atje janë bo shumë makina të kërkume. Edhe po rrisin çmimin shumë. Po, janë dyshit oversticker ato, këtë. Super mirë. Po ti i knaq me zgjedhjen që ke bërë. Po, aq i knaq je sa ke porositën e tjetrën tash. Po. Pak më të shpejt. Po. Në 01-shin. Ajo po, ajo pastaj është ligë tjetër është. Se është to nivele, është më larta. Ajo vetëm ka pak më shumë kuaj fuqi, edhe që kap 100 më shpejt se sa kjo. Po jo, është motor tjetër. Edhe ka motor tjetër, ka disa funksione shtesë, se ndile me ftofje, aerodinamika, kanë bërë një prerje aty përpara. Ajo është nivel tjetër, ajo konkuron me McLaren, me Ferrari. Po, ajo kjo e reja që po del po i konkuron këta makinat super shpejta. Ju a sugjerot gjithve dhe me thonë? Ja, sugjeroj, po, për makinë të shpejt. Mos të argjën lek me morë E63-sa më mirë kjo. Po edhe me këto makinat e mira fare, po blejnë më shumë emrin, e kuptoj se sa... Po kjo është gjë pak e veçantë, përse kjo e ke makinë në garazh që e ke për përdita, këtë e ke për fundjavë, për evenimenta, për në gjë pak më të veçantë, se edhe duket më e veçantë.
Ka makina më të shpejta sa dush, po kjo të ka të njësinë e vetë, kjo është sigur jemi i gjohet, di që jemi i gjohet veçantë. Tashi, ka më të shpejta sa dush, ka plot. Po, kjo i afrohet atyne asaj formulës, si që thash fillim që motorin mes, V8, aspirato, je ullët, poshtë, ngusht pak i qik, mrena super, dalloj që jemi i gjohet veçantë, nuk je mi sedan, nuk përsa sa do RS6, RS7, edhe më pesa. Shasi standarte është pothuajse ajo, mrena si ato makinat normale është, kurse dhe kjo, se shefturinin fare i vje ullët për para, jashtë është komplet forma ndryshe, është i gjohet veçantë, edhe mrena ke gjonat, ke afër edhe je në diçka të veçantë. E shpejt, thash e shpejt, për motor aspirato, goxha e shpejt, tork ka shumë, në qatë dole marqi edhe në qatë dole gjirësh ka tork, se motor 6.2. Me dasht me poston, pëlqej që ka këto si Ferrari që të arreqë 2 pedalet e nxirr neutral. Tashi, kjo është me pak kilometra edhe dhim se të i qik me bo këshu na i burnout na i gjohë, se të makinë e re është, se i bo kollaj, mi ma ato ashu e lëshoj. Si që ke neutral, jep gaz edhe fillot gjiro direkt edhe mund të spostosh, bo qatë dush, po edhe këshu spostoj kollaj. Se di, për këtë lloj çmimi që janë këto në treg, besoj është ndër opsionet më të mira. Fiksim për Ergon pas 458, inshallah punojmë fort dhe na vjet dita me e ble edhe atë. Dhe ajo është ëndra nga këto të arritshmet, po ta shohim. Avash. Se di si është dukju, çfarë do kishit zgjedh të ky lloj çmimi, të kjo lloj kategorie, se rival të kësaj drejt për drejt nuk është si i kap me këtë çmim, a kupton? Ose do shkosh të përdormet. Po shumë makinë mirë. Dhe kishit morë këta ju para i RS7, para i CLS 63-sha. CLS 63 është më lirë se të të rejat s'kan. Se di, atë dhe kishit konsideru këtë makinë për ta blej për vete, dhe është pak si e veçantë është fakt. Së është makinë për ta pas tek makinë në garazh, po për ta pas bashkë me ideli tjetër, besoj se është opcion shumë i mirë. Po mund t'ja bësh e marmitat me zhurmë, me i bë gjona tjera header se bullaliqe, po ke opcione. Shpresoj duket pëlqy video. Bëni subscribe në YouTube, follow në Instagram, TikTok, Facebook edhe shkarkoni aplikacionin Alcars ku mund bleni të shisni makinat e juaja. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.